përgjithësi mendoj që kam dhënë dhe jam e lumtur me qenë e tradhtume, e lanme dhe e zhgënjyme. Mendoj se ky pozicion është gjithmonë më i mirë se sa me qenë ai që kam tradhtu, kam rrejt ose kam braktis. Duke qenë që je e lanme, atëherë duhesh me mësu me dasht veten. Në pozicionin kur do ta kisha lënë unë dikon, në atë pozicion je në favor dhe mendon që ke gjetë një zgjidhje më të mirë, mirë po jeta zakonisht na demanton, ironia e jetës është ajo, sepse na në momente caktuara kërkojmë gjëra të ndryshme, duke kërku më mirë, e jo gjithmonë gjejmë më mirë. Kështu që me qenë i lanën është disfavor për momentin, mirë po është shumë gjë e mirë për me reflektu, me njoft veten, me u knaq me vetmin tënde, me njoft atë çka ti në fakt bën të lumtën edhe gjen fare diçka tjetër. Në rastin tënd ta ndikon sa tu ka dash ty me dash veten? Qëre, për me dash veten mësohesh vetëm duke i dash të tjerët. Nuk mundesh më uçun me ngjese me thonë nëse do mi dash veten. Duke i dashuru të tjerët, ti mësohesh me dash veten. Është proces i cili kalon gjatë jetës, dhe duke dhënë për të tjerët, ti kupton që në fakt që njeri mirë që gjithmonë ka dhënë, gjithmonë u gjind, gjithmonë ka qenë aty në çdo moment, je ti edhe fillon me kuptu që sa vlefshme je, edhe për rrethin, edhe për ish partnerat ose për çka do tjetër. Edhe do ta kesh respektin. Edhe prej ish partnerave, edhe prej të gjithëve të cilët kanë po në atë pozicion të pa dorëzuar. Kështu që njerëzit mendojnë që është keq me qenë i braktisën, mirë po unë mendoj që është privilegj. Me që unë mendoj edhe pak më ndryshe për Nikolën, se mendoj pa e dasht vete nuk mundesh me ditë me dasht tjertë. Kështu që unë mendoj që me gjas kur quhesh ti tu vetes, Gjuliun sot ka me dasht veten se ka me bë investim këtu. Me emocionalisht, mentalisht, fizikisht, pse që kish dhe është një rutinë që fillon me kuptu vlerën tonë, qoftë ajo një liber ku është ky zotëria ndikon mal, unë mendoj se përmes asaj atë e den edhe me vlerësu tjetrin pastaj. E le të dëshirojmë mirësevardhje Enisës në studio, gazetare nga Shqipëria, Enis mirë se erdhe. Gjithmonë fajet i ka se grimeri, ose frizeri, ose kolonat. Mirë se erdhe Enis. Faleminderit dhe vlerësoj shumë që nga Tirana ke ardhur sot për këtë debat. Shumë pjesë për vonesën, jeni shumë bukra goca. Edhe ti Amir. Mirë kuptojmë. Enisa, folëm shumë për dashnin, një morën konceptet e secilit këndvështrimet, po du dëgjoj edhe ty pak dhe më pas lidhesh në debat me pajtimet dhe mos pajtimet. A beson ti në dashuria? Ka sa dashuri? Unë besoj, Amir. Unë jam romantike, unë besoj. Unë i kam hyrë hulumtimeve të thella, se duke qenë kur je single, do që ta dish tamam atë që ti do. Do me thënë, ta hulumtosh se çfarë ti vërtet do të gjesh. Se e ke parasysh na ndodh që ne themi, kjo ishte, ose ai ishte. Po në fakt, të ja që si ishte. Po pra, si është e mundën që dikush që sot na duket ideal, mas nesër me na u duk dështim? Si është e mundën? Sepse ndryshojmë ne. Po du me ditë mendimet njeriu ndryshon, evoluon, do thot pjeket ndryshe. Se nuk ka evoluar dhe ai tjetri me ty. Po sepse ai është tjetër path, unë mendoj që path dashuria të bën verbër në ato momente që s'ka do të të bën verbër, por tani është konsistenca për me dosh çdo ditë çat person. Ti quhesh me gjë tu unë po du me ditë gjërat e mira ta mirit, s'po du më këshir negative. Çdo njeri ka negative dhe të mira te vetja. Pse na më këshir partnerit vesh negative? Ben horoskop. Vesh pozitive. Tok je, okej. Tok. Unë nëse këto biseda. Xhemail, mundesh... Faleminderit për kujdesin. Po dërgon të nga studio. Ama një hujën, s'unë po.